më 15 prill 2023. Trupat e RSF-s marshuan drejt rezidencës së Burhanit. Përplasja armatosur që pasoi degeneroi në një luftë të plot civile, që fillimisht pa paramilitarët të merrnin kontrollin e pjesës më të madhe të Khartumit, duke detyruar qeverinë sudaneze të tërhiqej në Port Sudan. Më shumë se 2 vjet më vonë, mijëra sudanez janë vrarë dhe gati 25 milion njerëz përballen me mungesë akute ushqimi, sipas zyrës OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, OCHA. Qyteti u mbajt në rrethim për më shumë se 500 ditë, derisa ra në duart e RSF-s në fund të muajit kaluar. RSF doli nga forcat e njohura si Janjaweed, një grup arabësh të mbështetur nga qeveria e Bashirit në fillim të viteve 2000 për të shtypur kryengrytjet e grupeve rebele të Darfurit që protestonin kundër varfërisë dhe marginalizimit. Ata u akuzuan për krime lufte, përfshirë ekzekutime jashtëgjyqësore, tortura dhe përdhunime në një konflikt që shkaktoi 2.5 milion zhvendosur dhe 300.000 të vrarë. Grupi u ristrukturua në RSF në vitin 2013 me Hemedin si komandant, duke u bërë një bazë e re pushteti për Bashirin, që ai mund ta përdorte kundër shërbimeve të tjera të sigurisë. Hemedi u shndrua në një miliarder me lidhje të forta financiare në Emiratet e Bashkuara Arabe, kryesisht përmes tregtisë së arit. Në vitin 2023, pasuria e tij vlerësohej në $7 miliard.